Në mjediset e Universitetit të Shkodrës, Luiq Gurakuqi, për 2 ditë me radhë, konferenca shkencore ndërkombëtare Albanologjia dhe Mërgata ka bërë bashkë studiues nga fusha të ndryshme për të diskutuar mbi çështjet e identitetit, kulturës dhe diasporës shqiptare. Referuesit u ndalën tek roli Mërgatës në zhvillimin e studimeve albanologjike dhe ndikimin e saj në ruajtjen e identitetit kombëtar. Historikisht, diaspora nuk ka qenë vetëm një mjedis i mbijetesës materiale, por mbi të gjitha një vatër e dritshme e përsjatjes ku gjua, historia dhe vetdia kombëtare u kultivuan si mjetet pohimit të qenies sonë përballë trusnisë mbyse të tjetërsimit që dikton globalizmi i sotëm. Studimet mbi traditat arbëreshe, mbi format e shumëgjuhësisë dhe mbi dinamikat e diasporës bashkëkohore artikulojnë një vijimësi të ndërmjetësuar ku kujtesa funksionon si strukturë prodhuese dhe mekanizëm i ndërtimit të identitetit. Studiuesve nga Shqipëria, Kosova dhe trojet e tjera shqipfolse ju bashkuan edhe ata nga Italia, si dhe arbëreshët. Konferenca synon të shërbejë si një platformë e rëndësishme për shkëmbimin e ideve dhe për forcimin e bashkëpunimit akademik ndërkombëtar në fushën e albanologjisë.